Në emër të Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, falënderimi dhe madhërimi takon Allahut fuqiplot, atij që krijoi njeriun, e përsosur në formën më të mirë, ja dërgoi librin më të çmuar, ja dërgoi pejgamberin alayhis salatu wassalam më të dalluar dhe përzgjodhi fenë më të mirë për atë. Paqja dhe mëshira Allahu qofshin edhe mbi Muhammedin alayhis salatu wassalam, i cili më së miri e kuptoi misionin që Allahu fuqiplot ja dërgoi, por edhe të njëjtën në jetën e tij e zbatoi, e jetësoi dhe e promovoi. Paqja dhe mëshira Allahu qofshin edhe mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sot do të flasim mbi një vlerë që më së tepërmi shoqëria islame ka nevojë që të kupton dimensionet e saj, është vlera e bamirësisë. Kjo vlerë është një prej vlerave që jetës së njeriu i jep kuptim, asaj i jep sens dhe prodhimit dhe produkteve të njerëzve u jep vlerë dhe ata i bën të çmuara dhe jetën në përgjithësi e bën më të këndshme. Nëse do të hulumtojmë në Kur'anin famëlart dhe në hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam, do të shohim se mirësia, bukuria zën një vend të madh. Për atë dhe Allahu fuqiplot në ajetin kuranor na tregon, thot: "Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada khalqa al-insani min tin." Allahu është ai që në formën më të mirë e krijoi gjitha krijesat dhe më pastaj filloi krijimin e njeriut nga balta. Po ashtu Allahu fuqiplot na tregon se edhe njeriu e krijoi në formën më të mirë, ku thot: "Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim", pa as pak dyshim ne njeriu e krijuam në formën më të mirë të mundshme. Dhe nëse do të vërejmë edhe shumë ajete dhe hadithe tjera, do të na flasin për vlerën e bamirësisë, mirësisë dhe bukurisë në Islam. Allahu fuqiplot është i cilësuar me këtë vlerë, po nga ana tjetër edhe është emër i Allahut fuqiplot, nga se pejgamberi alayhis salatu wassalam me një hadith të tij thot: "Inna Allaha muhsinun yuhibbul ihsan", Allahu është bamirës, e don bamirësinë, por atë edhe kur të vrisni në format më të mira, po edhe kur të pritni kafshët e juaja, mundohuni që atë ta bëni në formën më të mirë të mundshme. Nëse do të hulumtojmë mbi definicionin e bamirësisë apo mirësisë, do të vërejmë se atë më së miri e ka shpjeguar, do të thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur është pyetur nga Xhibrili alayhis salam se ç'është ihsani apo mirësia apo bamirësia, dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: "En ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak", që të adhurosh Allahun fuqiplot sikur se ti e sheh, edhe nëse ti nuk e sheh, ti je i bindur se ai të sheh. Dhe kjo ndjenjë që e ka plon njeriu kur të krijon raporte aq të larta, aq të ngrohta dhe aq të përafërta me krijuesin, e bën njeriu që të kupton madhështinë e Allahut dhe të kupton se ai është bamirës që njerëzit dhe krijesat në përgjithësi pa ndërprerje i nderon, i respekton dhe atyre të mira u dhuron. Kjo ndjenjë njeriu e bën të kupton se sa ka nevojë që edhe ai të bëhet bamirës ndaj atyre me të cilët jeton, por nga ana tjetër të bëhet edhe bamirës ndaj krijuesit, i cili e krijoi në fizionominë më të bukur, i dha të gjitha mundësitë më të mira për një jetë dinjitoze dhe e bëri më këmbës të tij në sipërfaqe të tokës. Pra për atë, ne kur do të flasim për bamirësinë, ne duhet të kuptojmë se bamirësinë së pari duhet ta jetësojmë karshi apo në raporte me Allahun fuqiplot, ta adhurojmë në formën më të mirë, të i kuptojmë veprimet dhe kërkesat e Allahut fuqiplot dhe të njëjtat të mundohemi që të i reflektojmë në jetën tonë. Dhe më pastaj, kjo veti dhe kjo cilësi duhet të reflektohet edhe në jetën e njeriut në përgjithësi me të gjitha krijesat të cilat atë e rrethojnë. Dhe së pari që më së tepërmi njeriu ka nevojë që këtë veti ta reflekton është ndaj prindërve të tij, për të cilën edhe Allahu fuqiplot thot: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana."
Allahu ka përcaktuar që vetëm se atij të i bëhet adhurim dhe me mirësi të sjelleni ndaj prindërve të juaj. Nuk mjafton vetëm se kjo, por ne kemi edhe të shumta ajete dhe hadithe të cilët na ftojnë që ne të jemi bëmirës edhe ndaj fëmijëve tanë, ne të jemi bëmirës edhe ndaj të vobektëve, fukarave, jetimve, ne të jemi bëmirës edhe ndaj njerëzve në përgjithësi në forma të ndryshme, në mënyrën e komunikimit. Allahu fuqiplot në ajet kuranor thot: "Wa qulu lin-nasi husna", dhe njerëzve thojuni fjalë të bukura, fjalë të mira. Po ashtu Allahu fuqiplot na fton që edhe me ata të cilët na kundërshtojnë në bindje dhe në ide të kemi një komunikim të lartë për atë dhe thot: "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan", dhe mos polemizoni dhe dialogoni me idhtarët e librit për vetëm se në formën më të mirë të mundshme, apo edhe me të gjithë njerëzit. Allahu fuqiplot thot: "Wajadilhum billati hiya ahsan", dhe polemizo dhe dialogo me njerëzit në formën më të mirë të mundshme. Nuk mjafton vetëm se kjo, por Islami fton që edhe më lart të ngritemi, edhe në momentin kur kemi zënka dhe kur kemi probleme dhe ndoshta edhe dëmtohemi nga të tjerët, Islami na fton që ne të keqen ta kthejmë me të mirë. Për atë edhe në ajet kuranor thot: "Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Nuk është e një grade e keqja dhe e mira, për atë të keqen ktheje me të mirë dhe do të shohësh që ai person i cili ka qenë një armik i përbetuar i yti, do të shndrohet dhe do të transferohet një mik dhe një i dashur i yti. Për atë, ne duhet të kuptojmë se kjo vlerë ka qenë ajo vlerë që më së mirti edhe në të kaluarën, por edhe sot llogaritet qelsi nëpërmjet të cilit ne mund të arrijmë deri tek mendjet e njerëzve, po ashtu arrijmë që të i përfitojmë edhe zemrat e tyre. Për atë, këtë qels më së mirti ka ditë që ta përdor pejgamberi alayhis salatu wassalam me sjelljet e tij të larta dhe me karakterin e tij të butë dhe të mëshirshëm, që i robronte dhe i përfitonte zemrat e njerëzve të cilët kishin një armiqësi të përbetuar ndaj pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ai nuk mjaftonte që bëmirësi të bënte vetëm se ndaj njerëzve, por ai një gjë të tillë e bënte edhe ndaj kafshëve, edhe ndaj gjithësisë në të cilën jetonte. Për atë kur vërente që dikush ndoshta i ngarkonte kafshët më tepër se sa kanë mundësi të bartin, pejgamberi alayhis salatu wassalam reagonte dhe i qortonte njerëzit të cilët maltretonin kafshët. Apo kur shikonte se dikush ndoshta i lëndon dhe në një mënyrë shkakton dhimbje kafshëve, do të reagonte pejgamberi alayhis salatu wassalam, siç është rasti në momentin kur kishte dalë me disa prej shokëve të tij në një ekskurzion të themi, dhe duke ecur e pa një shpend i cili po flutronte mbi kokën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, sikurse po kërkonte ndihmë dhe bëmirësi, dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam me ndjenjen e tij e kuptoi se çka po donte ai shpend dhe u tha shokëve të tij: "Kush e ka shqetësuar dhe e ka lënduar këtë nën?" Disa prej ashabëve të cilët ja kishin gjetur zogjt e saj të vegjël, ja kishin marrë atë në të qerdhen e tyre, dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam u tha atyre: "Kthejani kësaj nëne buzëqeshjen, lumturinë dhe qetësinë." Pra, Islami kërkon prej neve që ne këtë vlerë ta reflektojmë në sfera të ndryshme të jetës, por nuk mjafton që të jemi bëmirës vetëm se ndaj gjërave të cilat i përmendëm, por ne duhet të jemi bëmirës edhe në veprimet tona, edhe në produktet tona, edhe në prodhimtarinë tonë, edhe bashkëveprimin me të tjerët, për atë se Allahu fuqiplot në ajet kuranor thot: "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allahu është ai i cili ka krijuar vdekjen dhe jetën për t'ju sprovuar se kush nga ju do të vepron
vepra më të mira. Pra ne duhet ta kuptojmë se kjo botë është një garë, në të cilën njerëzit duhet të garojnë që të bëjnë gjëra sa më të bukura dhe sa më të mira dhe sa më të vlefshme, nga se bukuria dhe dhe e mira është një gjë që tërheq syrin dhe qetëson shpirtin e njeriut. Për atë sot edhe shohim që bota e zhvilluar me prodhimtarinë e tyre dhe me inovacionet e tyre janë duke i magjepsur dhe janë duke e bërë të tërë botën konsumatore për të i blerë produktet e tyre, të cilët arrin që të i bëjnë në format më të mira dhe me një kualitet sa më të lartë. Për atë nga ne, besimtarët, kërkohet që ta reflektojmë këtë vlerë në sfera të ndryshme, në bashkëveprimin ton me njerëzit, pa marrë parasysh kush janë ata, po edhe në prodhimet tona, edhe në veprimtarinë tonë, edhe në produktet tona të cilët do t'i prodhojmë të jenë sa më të mira, që ata si të tilla të kenë blerës, të kenë vlerë dhe të jenë të kërkuara dhe mos të punojmë për të bërë gjëra të cilët janë kuantitet dhe faktikisht askush nuk do t'i vlerësonte si të tilla. Pra, këtë vlerë më së mirti do ta kuptojmë nëse i referohemi ajeteve kuranore, haditheve të pejgamberit alayhis salam, po edhe thirrjeve të shumta të cilat i hasim në Kur'anin famëlar, të cilat na ftojnë që ne të jemi bëmirës. Allahu fuqiplot në ajet kuranor thot: "Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan." Allahu urdhëron në drejtësi dhe në bëmirësi. Po kemi edhe ajetin kuranor ku thot Allahu fuqiplot: "Wa ahsinu fa inna Allaha yuhibbul muhsinin." Bëni mirë dhe të jeni të bindur se Allahu fuqiplot i don ata që bëjnë mirë, po ne duhet të jemi të bindur se edhe mëshira e Allahut fuqiplot është pranë atyre të cilët bëjnë mirë. Inna rahmetallahi qaribun minal muhsinin. Le të jenë këto ajete kuranore, këto hadithe të pejgamberit alayhis salam dhe kjo qasje që ja bën bëmirësisë me një dimension të gjerë, një ftesë për neve për të ndryshuar konceptin ton mbi bëmirësinë dhe për të mundësuar që ta jetësojmë ato në të gjitha sferat, qoftë në raportet tona me Allahun fuqiplot, që të jemi sa më të përpikt, sa më korrekt, sa më të lidhur me Allahun dhe sa më tepër respekt të kemi ndaj atij, po më pastaj të zbresim në rrafshin e atyre të cilët na rrethojnë, e që janë ndoshta prindërit tanë, familjarët tanë, miqët tanë, po pse jo edhe armiqët tanë, të cilët ne duhet të i trajtojmë me mirësi dhe me butësi. Pse mos të kalojmë edhe te kafshët të cilët kanë nevojë edhe atyre të u tregojmë një mirësi dhe bëmirësi, saqë ne e dimë që pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: "Për çdo një shpirt të gjallë ju keni lëmosh dhe shpërblim tek Allahu fuqiplot nëse do t'i ndihmoni." Dhe krejt në fund, ne duhet jemi të bindur se mirësia ka shpërblimet e larta tek Allahu fuqiplot, të cilat i arrin njeriu që bën bëmirësi në këtë botë, a padyshim shpërblimi për një bëmirësi do të jetë edhe më i lartë në ditën e gjykimit, për të cilën edhe Allahu fuqiplot thot: "Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada." Për ata të cilët bënin bëmirësi në këto dimensione të cilët i përmendëm pak më parë, ata duhet jenë të bindur se Allahu ka për t'u kthyer atyre këtë bëmirësi me bëmirësi më të madhe, por ka edhe diçka për t'u ushtuar. Dhe kur është pyetur pejgamberi alayhis salatu wassalam se çka është ajo më tepër se një bëmirësi që Allahu fuqiplot do t'ja kompenzon atyre që bëjnë bëmirësi, pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: "Është shikimi në ftyrën e bukur të Allahut në ditën e gjykimit." Pra, të gjitha këto ajete, të gjitha këto hadithe, të gjitha këto ftesa kuranore, le të jenë një apel dhe le të jenë një arsye që ne ta kuptojmë rëndësinë e kësaj vlere dhe ta jetësojmë atë në jetën e përditshme, nëse dëshirojmë përmirësim të raporteve tona, nëse dëshirojmë vlerësim të kontributit ton dhe nëse dëshirojmë shpërblimin prej Allahut fuqiplot në botën e ardhshme.